Shqipëria shënoi një tjetër hap historik në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Në Bruksel është festuar me tort hapja e grup kapitujve të fundit të negociatave. Bujqësia dhe kohezioni për unionin tashmë nuk ka asnjë dyshim që Shqipëria e ka vendin në Bashkimin Evropian. Këtë e ka bërë të qartë edhe komisionerja Marta Koz, e cila bashkë me ministren e jashtme daneze Maria Bjerre vlerësuan punën e bërë nga vendi ynë dhe hapjen e negociatave për të gjithë grup kapitujt në kohë rekord brenda një viti. Rimi është përparësi e presidencës daneze. Sot, ne po japim një tjetër rezultat. Në qoftë se Shqipëria vazhdon në këtë drejtim me të njëjtin fokus, ritëm dhe cilësi që kemi parë deri tani, jam e sigurt që antarësimi do të arrihet në një të ardhmë shumë të afërt. Shqipëria i përket familjes europiane. Për kreun e qeverisë, integrimi në Bashkimin Evropian është një proces që shkon përtej ngjyrave partijake. Ai premtoi se Shqipëria do të ecë në të njëjtin ritëm për të punuar për mbylljen e kapitujve deri në vitin 2027. Rama theksoi se në Bruksel nuk përfaqëson një parti politike, por të gjithë kombin shqiptar. Do bëjmë gjithçka kemi në dorë për të ecur përpara me të njëjtin intensitet, me të njëjtën disiplinë dhe me të njëjtën punë të madhe për të dhënë rezultate e për të siguruar që ky proces i përbashkët që po e ndërtojmë gur pas guri së bashku me partnerët tanë këtu në Bruksel dhe me partnerët tanë në shtetet anëtare të mos ndalet. Ç'të thuash më shumë? Sot Shqipëria del me krenari nga kjo fazë e parë, e madje me një ndjenjë edhe më të madhe përgjegjësie, ashtu siç tha Marta. Ne nuk përfaqësojmë këtu parti politike apo vetëm një pikpamje politike. Përfaqësojmë këtu një komb të tërë që mbështet si askush tjetër Bashkimin Evropian dhe antarësimin në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, Kosu kujdese nënvizoi për vendin tonë e pret një punë e gjatë përpara për të mbushur të gjithë synimet e Bashkimit Evropian. Çelja e të gjithë grup kapitujve është një sukses i jashtëzakonshëm, por mbyllja e tyre është çmimi real. Në fakt, suksesi juaj do të përcaktohet se sa mirë, sa shpejt miratoni e zbatoni legjislacionin evropian. Çelja e negociatave është festuar në Bruksel, ku pjesë ishin edhe dy ministret Majlinda Dhuka dhe Adea Pirdeni, që fryn qërinë me numrin 6, ndërsa tortën e ka prerë vetë kryeministri Edi Rama, Kos dhe Bjerre, të cilat mbe udhëroi shishevere autoktone me skicimet e tij. Tashmë Shqipëria ka hapur negociatat për 6 grup kapituj themelorët, marrëdhëniet me jashtë, tregun e brendshëm, konkurrueshmërinë dhe rritjen gjithëpërfshirëse, agjendën e gjelbër dhe bujqësia e kohezioni. Bashkimi Evropian ka shprehur optimizëm se vendi mund të përmbyll procesin e integrimit deri në vitin 2030, ndërsa kryeministri Rama e ka shpallur antarësimin si prioritet kryesor të mandatit të tij të 4 qeverisësh.